lidhjen e shëndetshme. Vizualizon veten shpesh si nën? Unë I dua shumë fëmijët, kam një besë të cilën e dua shumë, gjithmonë kam thënë që dua të bëhem nën, por kohëve të fundit ndonjëherë edhe ndryshoj pak mendje, stepem, sepse më duket shumë e vështirë të rrisësh një fëmijë në ditë të sotme. Mendoj sidomos edhe Po ti ke bërë televizion, a ka gjë më të vështirë se televizioni? Po, mendoj që edhe domethënë unë do doja që të kisha një fëmijë edhe mos I mungonte asgjë as nga ana financiare, që edhe unë mos të torturohesha gjatë kohës që jam shumë dakord, por prindrit tan ja dolën. Po, prindrit tan ja dolën dhe këtë më thon. Mua më tregon mami që me kështu na ushqenin, pavarësisht që sot kanë 700 lloj kosërash në supermarkete shumë të shtrenjtë, jo qumësh artificial, jo ëmbëlsira, jo pafund. Kështu vitamina. Ne zemra ime na ushqenin prindrit miell, Çeçe quaj ajo më duket. A quaj çeçe? Në zonën tonë mund të thonë edhe qull, e kupton, me qull na ushqenin. Me miell në Ministër Shtetit diçka që nuk e mbaj mend si quaj, domethënë vlerat ushqyese aty ishin zero, po ja dolën pra. Ja ku jemi. Ja dolën se ndonjëherë njerëzit për të rritur kanë më shumë nevojë për dashuri se sa për ushqim për të mbushur barkun. E vërtet, dakord jam edhe me ty, edhe e dëgjoj. Pas kësaj që duhet të krijoj shumë financa për të rritur fëmijë të mirë. Unë e kuptoj që bota sot ka shumë konkurrencë, ka shumë vështirësi, ka shumë krahasim, që në klasën e parë ka krahasim. Fëmijët krahasohen me njëri tjetrin që nga aparati celular. Po ndoshta ne duhet të mësojmë fëmijët tanë të rriten. Unë dëgjoj shpesh që bëje nga mami, nga gjyshja, nga njerëzit rreth rrotull, vetëm bëje një fëmijë, jo po se ta arrisim ne, jo po se rritet vetë, jo po se janë këtë që ti si janë rritur më përpara, por mendoj se duke ardhur vet nga një sigurisht nuk jam për këtë që nuk duhet të punosh për fëmijë që mos e lësh diçka, patjetër. Po unë vi nga një familje që ka qenë një familje normale shqiptare dhe nuk është se ka patur shumë të ardhur dhe mua më është dashur bërë më të fortë në zemra ime. Se kemi dëgjuar vërdall çfarë bëjnë kur I kanë gjërat gati, janë dembela. Unë jam 28 vjeç, punën e parë kam patur 17 vjeç, jam torturuar, jam lodhur dhe jo vetëm unë, po kam bërë shumë. Edhe thjesht nuk do doja që këto gjërat që kam kaluar unë, do doja që fëmijës tim t'i lija një 2-3 gjëra gati. Po pse ti nuk e dëgjuar vërdall për shoqët tua që I kanë gjërat gati nga familja dhe janë kokrat e dembeleve? Dhe zhvillimi I tyre personal, mendor, intelektual është zero, jo të gjitha, absolutisht. Jo, dakord jam edhe me ty. Ka fëmijë që vinë nga familje shumë të pasura, që janë shumë të nderuara, të formura intelektualisht dhe të gjitha. Jo të gjithë, por masa, pjesa dërmuese është kështu. Sepse I kanë gati. Domethënë, xhiron një go makine, e kupton? Unë nuk do doja t'ja lija të gjitha gjërat gati, po do doja t'i lija disa gjëra gati. Për shembull, mua më ka ngelur peng që unë nuk kam bërë universitetin që unë doja të bëja, sepse familja ime nuk e përballonte dot, sepse doja të vija të studioja jashtë, të bëja një universitet të mirë. Edhe mua më ka ngelur peng që nuk e kam bërë dot atë që doja të bëja. Të paktën do doja që fëmia im mos të kishte patur probleme të tilla, që është një gjë komplet normale, se unë nuk fajsoj njëri për atë, se është normale, ndonjëherë nuk I marrim ato gjërat që duam, po nuk do doja që fëmia ime të kishte të tilla gjëra.